ky moment i sotëm tek identiteti digjital, i cili është një instrument i domosdoshëm për të realizuar planin ton të kalimit nga paraja kesh në transaksionet digjitale. Dhe kjo do të thotë shumë më tepër siguri për konsumatorët, kjo do të thotë shumë më tepër transparencë për biznesin, dhe kjo do të thotë shumë më tepër të ardhura nga ajo pjesë që i takon konsumatorit dhe që në një masë të madhe mbetet jashtë duarve të tij për shkak të informalitetit dhe për shkak të trukeve të ndryshme që do të reduktohen maksimalisht dhe mos do të azësohen plotësisht fal transaksioneve digjitale, që është tatimi mbi vlerën e shtuar.